Në familjen e këngëtares së njohur shqiptare Shkurte Feza ka nisur atmosfera festive. Vajza e saj Agnesa i ka dhënë fund beqaris duke kurorzuar dashurinë e saj në një ceremoni të veçantë familjare. Pamje nga momentet emocionuese janë publikuar në rrjet, ku shihet atmosfera e ngrohtë dhe emocionet që kanë shoqëruar këtë ditë të rëndësishme për familjen Feza. Një nga momentet më prekse ishte ai kur pranë Agnesës u pa motra e saj Gresa, e cila e kapluar nga emocionet, nuk mundi t'i përmbante lotët. Videoja ka ngjallur reagime të shumta në rrjetet sociale, ku ndjekësit kanë uruar çiftin për këtë haptëri në jetën e tyre, ndërkohë familja po bëhet gati edhe për një tjetër ngjarje të madhe. Agnesa dhe partneri i saj pritet të organizojnë një dasëm madhështore më 19 qershor në një nga lokacionet më luksoze në Prishtinë. Dasma pritet të mbledh familjar, miq dhe shumë figura të njohura të estradës shqiptare, duke qenë se Shkurte Feza mbetet një nga emrat më të respektuar të muzikës shqiptare.